A i kishte lek shumë, kishte njëri lek shumë, edhe i erdi shoku ngush, u do ishin shumë për hir të Zotit, dhe i tha, a mjep ti mu pasurin nga e jotja, du me hapi biznes. Si jo, dha, ne duhemi për hir të madhit Zot. Pa e kështë vërtetu që është shok ma, jo si këto shokët që vjen me të mashtru, pa shok tamam, në emër të Zotit. Tha, edhe ja dha, hap biznes a i e bekoj madhit Zot, ja hapi shumë ati. Me bismillah, me sebepe, jo me përtaci, jo me kooperaci, eci shumë. Këte survoj Zoti që ja dha. Avash, ngeli keq. Tha, unë s'jam keq. Unë kam i shok që e duhe dhe më do më bërë të Zotit. A i do më dimoj, minimumi do më japi i punë. Shkon dhe e takon. Tha, mje punë ti mu të punoj këty. A ju vunë si kretë shumë. Tha, si për ti më ke dhonë, më ke ngret. Tha, një punë, më gjej punë të jetoj dhe unë. A ju menu, tha, jo, s'ta gjej dot. La haula wa la quwwata illa billah. Ky kishte dhënë parë shumë. Tha, s'ka punë për ty këtu. Ma bon Allalli, tha, po punë s'ka. A, të ka ndodhë një jetë, ka ndodhë shpesh, ke bo mirë, ke gjetë keq. Kur ka arë tjetëri, i ka murë sytë me lotë të të mashtru, sa ke pas një halë, kur së të shpërgjigj. Ndodhë kjo. Ne shqiptarët mo, subhanallah, sa nga i këtheja, mashtrimin e kemi mgen. Edhe, ngeli keq. Shkoj, kishte një femër që e njëhte e donte atë, me gjeti që ngushlim, i vje po prap ky shoku. Ju bo sprov. I shkon dhe i thopë, nuk e ditë ti tha që unë e duk të femër, mos ju afro kësaj. U largu dhe nga kjo. E duke eci vetmum nga jerë futesh mendime, thellë, tha, do më shove i madhi, Zot më se unë mirë kam bo. Kaloj një orë shumë dit, janë zjerë Allah u madhnu shumë i plak. Duke kalu, kishte i halë, ky ju përgjise, e kse mirësi në shpirt. Sa ju përgjith ki ju bo qefi, tha, a vjen ti më dimon më në shpi, se unë jetoj vetëm, tha, pa tjetër, shko ju bo i dashur ati që pasuri kishte vlezër motrë ndëruar, jala atyre. Jala këti, pasurit madhe. Ja shënoj me emër, me gjitha, me certifikat. Tha, janë tujat. Tha, mpa i madhi Zot. Ky, mpa i madhi Zot. Skaloj dhe pak, e takon një nën. Me i supermarket, me i vend. Duke e ndimu e pa, tha, birë, njëri i mirë qenke. Tha, shpresoj me ke i madhi Zot. E takon disa erë, thot, digjo, e kam me vajzë të mrekullueshme. Tha, muslimani mirë ti, muslimane e mirë ajo. Kam kërku gjithë dhe kohë, se kam gjeti djalë të mirë. Unë njohën, e bekoj madhi Zot, edhe pasurin ja ktheu, edhe ja ktheu edhe i femër të mirë. Me që i la për shokun e vetë, shoku vazhdo të jetën. Kur erdi dita dasmës, dëgjoje se këtu është finalja. Doli aty me thonë fjallën, tha, dëgjoni e njerës, tha, i madhi Zot më ka beku. Herë më ka ngret, herë ka mëra, prap jam ngret. Sa i njerëzit e vetë që i donë, kur si humpë. Por, tha, i penge kam, i shok e kam pas për Allah, e kam dash shumë, ka dash shumë, nuk e dipë se më devijoj. E ndimova, më mohoj, i dha shumë pasuri, në punë nuk më pranoj. Edhe një femër që e desha, a i u bo sebeb që e refuzoj. Por, tha, po ju themi leksion, unë nuk u mërzita vazhdova jetën, Zoti mbarë ma bëri. Unë dha këtë shok, e kam ftu këtu ndasëm dhe e keni prezent. La, gjithë sytë ka i. E vunë siklet ma. Tha i kështa arë për ta respektu. Gjithë duke e pa dhe ngeli. Edhe unë ngret. Tha edhe unë i them dy fjalë. Se me i fjalë më bërë me turp. Unë ngret dhe i tha dëgjo. Me thonë drejtën, tha, kur edhe ca kohë nuk do ta kisha thonë, tha, po unë sot e kam borxh me folë se njeriu ruan dinjitetin e vet. Tha, më ke ndimu, kur s'ta kam mohu. Kam lut Zotin gjithmonë me të begatu. I thot shoku, drejt për zrejt. Tha, me thonë drejtën, se kam mendu se po jargjoj që pasurinë e punë po më vishe me kërku. Kur ke armë, ke thonë, du punë ke ty, turp më ka ardhë. Dhe kam dash me të thonë që unë e lej punën, bo u ti drejtu si saj. E di, tha, karakterin të në të vështirë, turpin e madhë që ke, dhe s'kam dash me të vështirësu, kur ti ke mu, s'ke pas shanse me punu. Me u bo punëtor, se jemi shok për hirtë madhit Zot. Dhe unë të kam thonë jo, dhe ndije pra se unë tha, po ndije me turp, këtu tha dhe po e tregoj, a i plak që t'ka ardhë, unë e kam dërgu.
Mos me të marrë si punëtor dhe ti mu turpru. Sa ato që duhen për Allah njëri tjetrin duhen me nderu. Edhe tha e kam gjetë një plak që ti se njihje dhe ta kam dërgu. Atë pasuri që të kalon, unë ja kam dhuru. Dhe tha, erdi koha dhe me takt, a i për ty e ka nënshkru. Ma ja kështë që ky. E kështë e gjeti, kështë të mboj, si kur për të bona i nderë, si kur kena i nevoj, bon si kur ti po mahnitesh me atë, dhe leja pasurin këte që po t'ja pun. Tha atë femër që e ke dash, për ty nuk ka qenë. Moralin aty ku duhet nuk e ka pas. Dhe unë të kam marrë, të kam thënë që unë e du, vetëm që ti asaj me ju largu. Se ti me këtë moral të madhë që ke, nuk mund të afroj që ke ajo. Dhe e kam kërku vajzën më të mirë të këtij qyteti dhe atë e kam gjetë, dhe nënën e saj kam ndërmjetësu me të ardhë, dhe vajzën ty me ta dhuru, kur s'kam dash me ta thonë këtë vetëm sa të vite koha vetë, se nuk kam dash unë ty me të rënduar me të turpnu. Prandaj hajde të përqafoj vllahën në emrin e Zotit, se nuk i ka hije muslimanin me e mashtru. Edhe jam përqafu aty. Prandaj të begatoft i madhi Zot, ne nuk po na shkatron magjia, ne po na shkatron padituria. Vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, nuk po na mashtron, as po na shkatron neve magjia. Neve po na shkatron se nga zemra na është largu mirësia. Neve nuk po na shkatron magjia kur. Neve nuk po kuptojmë perlat dhe mirësitë e Kur'anit famlart. Neve nuk po na shkatron magjia. Neve po na mungon edukata, morali dhe thjeshtësia.